Së pari dua t'ju përshëndes të gjithëve, ndoshta është takimi ynë i parë me të gjithë mësuesit, e do uronja që Perëndia t'ju japi shëndet, urtësi për të mirën tuaj, për të mirën e shkollës dhe për të mirën e kishës. Sot ne festojmë një festë shumë të madhe të tre hierarkëve. Dhe Vasilo Pita zakonisht bëhet me 1 janar ose edhe me 30, sepse përsëri festojmë Shën Vasilin e Madh. Ajo që ju them unë gjithmonë mësuesve, qoftë privatisht, qoftë dhe publikisht, është kjo gjë, që mësuesi i vërtet nuk mëson vetëm ato që thot, po më tepër mëson me ato që është ai, sepse ne nuk mund të drejtojmë tek të tjerët atë që është shtrembëruar tek ne. Nëse ne nuk drejtojmë veten, padyshim nuk do drejtojmë dot të tjerët. Prandaj dhe lutem gjithmonë që Perëndia t'ju japi urtësi, e t'ju japi mençuri, jo vetëm për detyrën tuaj, po dhe për veten tuaj. Çdo njeri që drejtësohet fiton një thesar shumë të madh. Atje ku është e keqja, nuk ka gëzim. Është një varg i profetit Isaia shumë i rëndësishëm. Thot, nuk ka paqe për të paudhët. Në përkthimin e Septuagjintës, që është përkthimi i parë i Dhjatës Vjetër, bërë në shekullin e 3 ose 2 para Krishtit, nga që diaspora hebraike e kishte humbur gjuhën dhe jetonin në Aleksandri gjua ishte greqishtja, që flitej pothuajse në gjithë mesdheun lindor, dhe detyruan që ta përkthenin. Dhe ata e kanë përkthyer fjalën shalom, paqe, në 3 mënyra. Fillim e kanë përkthyer paqe, irini, e kanë përkthyer shpëtim, sotiria, dhe në këtë varg të Isaias dhe në një varg tjetër e kanë përkthyer gëzim, që do thotë nuk ka gëzim atje ku janë të paudhët. Në fjalë nuk ka gëzim ku është e keqja. Duke pastruar veten tonë, e duke ndriçuar veten tonë, do e mbushim jetën me gëzim. Mund të jesh milioner, po gëzimi nuk mund ta blesh dot, sepse gëzimi nuk është çështje e karakterit të personit, po është një dhuratë nga Zoti. A nëse ne kemi Zotin në jetën tonë përditshme, që çfarë do thotë kemi Zotin në jetën tonë përditshme? Nëse ne do bëjmë jetë sipas vlerave që vijnë nga mësimi i Zotit, atëherë do kemi gëzim. E këtë gëzim mund ta shpërndajmë edhe tek të tjerët. Prandaj edhe mësuesi më tepër mëson me atë që është. Nëse ne nuk i mësojmë nxënësve vlera, dituria nuk do i ndihmojë shumë. Shën Vasili i Madh, atë që përkujtojmë dhe sot, thot një fjalë shumë të bukur. Shkollo njerëz pa Zotin e do krijosh demon. Se çfarë është demoni? Njëri shumë i shkolluar, di shumë gjëra. Madje dikush ku është shumë i mençur, si themi ne, shejtani vetë është, po megjithatë nuk vlen, sepse nuk ka vlerën që është kryesorja. Prandaj do doja të gjithë ju që ta përçoni këto vlera tek nxënësit. Dhe përçimi më i mirë është sipas shembullit tonë. Nuk mësojnë shumë fjalët nëse nuk shoqërohen me jetën dhe me veprën tonë. Prandaj shkolla jonë është një shkollë që padyshim mëson dituri. Dhe ka programin siç kanë gjithë shkollat e tjera. Po këtu duhet mësojnë edhe diçka tjetër, të kenë edhe disa vlera, se pa këto vlera është shumë vështirë. Ju tregoj diçka. Isha një herë në Universitetin e Harvardit, e takova një profesor shumë dëgjuar atje. Sapo ishte hapur një degë e re mbi gjenetikën, sidomos për trurin e njerëzit, dhe pas programin çfarë kishin. Midis mësimeve në biologji, gjëra të tjera shkencore, kishin filosofinë, Shën Agustinin, filosofë të ndryshëm, dhe e pyeta kush ishte arsyeja që e keni vendosur dhe këto, dhe mu përgjigj kështu. Kjo dituri është një armë, dhe pa një etik mund të kthehen këta njerëz në përbindshëm. Prandaj që është shumë e rëndësishme për ne të mësojmë këto vlera. E le të lutemi Zotit në hapi mençuri të gjithëve për të përhapur këto vlera për të mirën tonë e për të mirën e nxënësve tanë. Ju uroj të gjithëve gëzuar dhe për shumë vjet.